Përballë shpërthimit të operacionit ndërkombëtar Ura, ku SPAK dhe drejtësia italiane ekspozuan lidhje të thella mes politikës dhe krimit, Edi Rama nuk ka më ku të fshihet. Mjafton të përmendësh 4 raste që nuk ka nevojë as për komente as për fabull shtes. Pëllum Gjoka, trafikant dhe porositës vrasjesh, sipas vetë dosjes së SPAK. Ai ka pasur jo vetëm mbështetje publike nga Edi Rama, por edhe përfitime të drejtë për drejta si investitor strategjik. Ervin Mata, personazh qendror në dosjet Sky ECC dhe i përfshirë në rrjetet të trafikut ndërkombëtar, jo vetëm që nuk u arrestua kur u shpall në kërkim, por vazhdoi të merrte tender publik nga institucionet shtetërore. Gjergj Luca, Roland Ziu dhe Lul Morina, dikur biznesmen të falimentuar, sot perandor që lëvizin miliarda. Lefter Lama, i trafikanti dënuar për drogë dhe trafik femrash në Itali, ndërkohë që në Shqipëri fitonte 48 milion euro tender nga Ministria e Shëndetësisë. Në këtë regjim që ka ndërtuar Babloku për 11 vite, ministrat janë vetëm noter të firmave të tij. Urdhrat dhe garancitë për kriminalët e zgjedhur vinë nga zyra e Surrelit. Aty ku kullat nuk ndërtohen pa pasur një të kaluar të errët dhe tenderet nuk fitohen pa kaluar përmes një fature kriminale. Operacioni Ura është vetëm sinjali i parë, po kalojnë mbi të vërteta që SPAK ka kohë që i mban në sirtar dhe që nuk mund t'i mbajë më gjatë, sepse Amerika e ka bërë të qartë drejtësia nuk do të jetë më e kapur. Dhe Babloku e di shumë mirë, pas çdo ndërtimi qëndron një leje dhe pas çdo leje qëndron një krim dhe pas çdo krimi është firma e tij. Sali Berisha doli edhe sot në konferencën e përditshme për shtyp nga Selia Blu. Berisha deklaroi se Ramos i ka ngjezur në fyt fitoria e 11 majit, pasi po lutet që ta urojnë nga jashtë, por nuk po i dalin llogarit në këtë drejtim. Madje Berisha kërcënon se më keq se kaq do t'i shkojë në vazhdim dhe nuk do ta shijojë asnjë ditë fitoren e blerë me krimin më 11 maj. Berisha u pyet nga gazetarët për zgjedhjet, por ai vazhdon të mos i njoh edhe të thotë se e ka të faktuar farsën elektorale, siç edhe po e denoncon çdo ditë. Çështja është se nga kush pret Berisha që të hetohen provat e tij. Jo për gjë, por Altin Dumanin dhe SPAK i cilëson si veglat e Edi Ramës. Në konferencën e sotme, Berisha denoncoi me pamje atë që e cilëson si operacionin e trenit bullgar. Sipas Berishës, në disa qendra paralele të vendosura pranë qendrave të votimit, zyrtarë të lartë të Partisë Socialiste kanë organizuar dhe drejtuar procesin e blerjes së votave. Ashtu edhe siç kishin paralajmëruar më herët, shumë kandidatë Partisë Demokratike që nuk arritën të fitonin mandatin e deputetit më 11 maj, kanë ankimuar rezultatet duke kërkuar rinumërimin e votave në qarqet që i përkasin. Kështu Ilir Ali Mehmeti kërkon rinumërimin e votave në qarkun e Tiranës. Ai sqaron në kërkesën zyrtare depozituar në organet kompetente se duke u bazuar në këshyrjet rezulton sipas tij një parregullsi në masën rreth 5% të votave të numëruara. Nga ana tjetër edhe kandidati Aulon Kalaja, edhe ky i listës së hapur, ka depozituar në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve kërkesë për rinumërimin e votave në qarkun e Durrësit. Kalaja thotë se nga këshyrja e pamjeve filmike ka konstatuar trafikim vote. Ai kërkon nga KQZ vënien në dispozicion të kohës së nevojshme për të analizuar pamjet filmike. Nga ana tjetër edhe kandidati Mimoza Hajdar Mataj kërkon rinumërim ose rivlerësim të votave për qarkun e Tiranës. Sipas saj, një kërkesë e tillë vjen pasi në bazë të këshyrjes së deritanishme i rezulton një parregullsi në masën mbi 1000 vota në të paktën 6 KZAZ. Mbetet për tu parë vendimarrja e KQZ-s për këtë kandidat ditët e ardhshme, apo qoftë edhe ndryshimi i mundshëm i një rezultati, edhe pse të paktën në rastin e Ilir Ali Mehmetit nuk bëhet fjalë për ndryshim final. Kur shteti nuk mban dot rendin shpik fantazma, dhe tani fantazma më e re e qeverisë Rama quhet polici vullnetar. Jo, nuk është shaka, është vendim zyrtar i Këshillit të Ministrave. E thënë ndryshe, policia e shtetit ka kapitulluar, nuk ka më as njerëz, as besim, as kontroll mbi territorin. Tani qeveria i lutet popullit që të mbrojë vetveten. Kushdo që ka 5 orë të lira në ditë dhe dëshirë për të veshur një elek me logon e policisë mund të bëhet ruajtës i rendit, pa akademi, pa trajnim, pa përgjegjësi, mjafton një flet vullneti dhe një fytyrë gatshme për të mbushur boshllokun e uniformës. Pra, kriminalët armatosen me pagesë, qytetarët mbrohen me pasion. Kërcënimet janë me kallash, mbrojtja me vullnet dhe ligjin e zbaton ai që ka qejf të duket si polic, por nuk është më tragjike se kaq vështirë të bëhet. Ky është versioni shqiptarive të mbrojtjes së organizuar, jo nga ushtria por nga dëshira e mirë. Një çmenduri që mund ta justifikojë vetëm një shtet që është dëshzuar për ballbandave dhe që kërkon të mbulojë dështimin me masa folklorike. Ky vendim është një akt formal i kapitullimit të qeverisë përballë krimit të organizuar që ka marrë kontrollin e territorit, të votës dhe të frikës, dhe Rama në vend që të forcojë shtetin shpall mobilizimin e qytetarëve kundër bandave që ai vet ka toleruar. Kur polici bëhet vullnetar, rendi bëhet iluzion, dhe kur shpresa është gjithçka që ofron shteti, atëherë jemi në rënje të lirë. Kjo nuk është forcë shtetërore, është dëshpërim institucional. Nuk ishte si të ndodhte ndryshe pas dështimeve të një pasnjëshme. Gjykata e Kasacionit në Itali hedh në erë marrëveshjen Rama Meloni për emigrantët. Gjykata vendos qartë dhe pastër, për emigrantët vendos vetëm Europa. Gjykatësit e Kasacionit në Itali thonë se për qendrën e pritjes në Gjader edhe për të gjithë strukturën e operacionit bazuar në marrëveshjen Rom-Tiranë, është vetëm Gjykata Europiane e Drejtësisë ajo që duhet dhe do të vendos. Në fakt, ky është një vendim drastik ndryshe nëse kujtojmë atë të 8 majit të vitit 2024.
Gjykata e Kasacionit shpreh rezervën nëse operacioni Shqipëria, përmes të cilit struktura në Gjadër konsiderohet e njëjtë si qendrat italiane të qëndrimit për jatëdhësim, është ose jo në përputhje me rregullat dhe garancitë të drejtave themelore që ka përcaktuar Europa. Kështu thon më qartë, Gjykata e Kasacionit ngrin gjithçka dhe i paraqet Gjykatës së Drejtësisë së Bashkimit Evropian dy pyetje thelbësore. Ai respektojnë vërtet marrëveshjet mes Romës dhe Tiranës, direktivat europiane, dhe ai mbrojnë të drejtat e kërkuesve të azilit. Dy vendimet e fundit të dhëna nga seksioni i parë penal lidhen me ankimet e Ministrisë Brendshme për dy raste emigrantësh për të cilët Gjykata e Apelit në Rom kishte vendosur të mos miratonte ndalimin e tyre. Dy personat mbaheshin të ndaluar në Shqipëri dhe kishin paraqitur kërkesë për mbrojtje ndërkombëtare, një rekurs që ra kështu në vesh të shurdhët. Arsyetimi i plotë i Kasacionit do të depozitohet ditët e ardhshme. Nga ana tjetër pritet po ashtu edhe vendimi i gjyqtarëve të Gjykatës Europiane të Drejtësisë, teksa do të shërtojnë apelimin e Gjykatës së Romës, e cila deri më tani nuk e ka njohur legitimitetin e ndalimeve të urdhëruara kundër emigrantëve të shpëtuar në det dhe të transferuar në anën tjetër të Adriatikut, sepse ata vinë nga vende që qeveria italiane i konsideron të sigurta. As ishte para, as ishte dëgjuar, kur thon disa që më mirë të kthehet ky vend në monarki, mund të tallen disa të tjerë. A thua nuk i dalin të gjitha pushtetet? Kryeministri Edi Rama vetë vendoset edhe në krye të shkencave. Po, siç e dëgjuat. Përmes një vendimi të marrë një ditë më parë në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, Edi Rama do të jetë tani në krye të kërkimit shkencor, një piktor që drejton shkencat. Në vitin 2024, ku vendi miratoi ligjin për shkencën dhe kërkimin shkencor, ku parashikohej ngritja e një organi të ri mbikëqyrës, Këshilli Kombëtar për Shkencën dhe Kërkimin Shkencor, i cili drejtohet nga kryeministri. Në mbledhjen e fundit qeverisë, ky organ tashmë është formalizuar, pavarësisht se në ligj thuhet se ky organ do të ketë vetëm rol këshillues për përmirësimin e kërkimit shkencor. Praktikisht ai merr përsipër të rekomandojë jo vetëm politikat mbështetëse në këtë drejtim, por edhe të orientojë fushat e kërkimit shkencor. Në përbërje të këtij këshilli parashikohet të jenë 7 ministra, ministri i përgjegjës për shkencën, inovacionin, energjinë, bujqësinë, shëndetësinë, mbrojtjen dhe përmjedisin, si dhe përfaqësues nga institucionet e arsimit të lartë, nga Akademia e Shkencave dhe qendrat e inovacionit. Këtu skandali zë skandali, ndaj dhe ndoshta populli ka fituar imunitet nga e keqja e nuk i sheh më si lajm. Skandali i radhës që u fsheh nga shteti ishte ai në kopshtin numër 1 të qytetit të Gramshit, ku u helmuan 10 trafëmi. U tha fillimisht se analizat nuk nxorën salmonela, po substanca të tjera helmuese të ushqimet. Ndërkohë e vërteta është ndryshe. Fëmijët janë helmuar nga veza e kontaminuar, pra veza me salmonel. Kjo është e faktuar nga vet AKU. Ndërkohë që kush do ta thoshte të vërtetën? Se edhe ne pretendojmë shumë. Prokurori Elbasanit që po heton çështjen nuk është as më pak e as më shumë se sa vet vëllai i Bashkiaku të Gramshit. Pra vëllai do nxirrte fajtor të vëllain. Sigurisht që kjo nuk shkonte. Sot u zhvillua seanca gjyqësore për dosjen e njohur Metamorfoza, por pretenca u shty për Ultion Bistrin dhe Xhavahir Litën. Një nga avokatët mungoi, ndërsa u vendos që seanca e radhës të mbahet më datë 5 qershor. Mësohet se asnjë prej anëtarëve të grupit kriminal nuk ishte i pranishëm në seancën e sotme gjyqësore, duke shprehur vullnetin të mbroheshin vetëm nga avokatët. Ndërkohë, mësohet se është gjobitur me 30.000 lekë të reja avokatja Asmer Bilali dhe janë pezulluar afatet e paraburgimit deri në seancën e radhës, atë të 5 qershorit. Shkatrohet rrjeti i trafikut të armëve nga Kosova drejt Shqipërisë. Fal këtij operacioni janë arrestuar 10 persona, ndërsa 2 të tjerë janë shpallur në kërkim. Armët siguroheshin nga Kosova e më pas silleshin në Shqipëri me qëllim shitjen e tyre kryesisht në Tiranë. Në banesën e njërit prej të arrestuarve u gjet edhe një sasi droge. Përpos arsenalit të armëve, në banesën e njërit prej të arrestuarve u gjet edhe sasi droge. Grupi kriminal i trafikut të armëve, i goditur nga antitrafiqet i Tiranës, i sillte armët nga Kosova me makina rasti, të cilat janë dokumentuar, por dyshimet janë edhe për përdorim të autobusëve të linjave. Pistoletat e kapura shiteshin në disa qytete të Shqipërisë, përfshirë Tiranën, Shkodrën dhe Mëgjerë, me 1500 deri 2500 euro copa. Njëra prej tyre me silenciator do të shitej të paktën 3000 euro. Për dokumentimin e veprimtarisë kriminale u kryen edhe blerje të simuluara. Operacioni për arrestimin e personave të përfshirë në trafikun e armëve u zhvillua në 2 lokale, një në Vore, tjetrin në Laprak të Tiranës. Nga hetimet e deri tani shmetuesi dyshojnë se grupi ka një bazë edhe në Burrel, për cilën vijojnë kërkimet. Ndërkohë mësohet se armët do të ekspertohen në laborator nëse janë përdorur apo jo më herët në ngjarje të mundshme kriminale. E po që do të vinte ditat për plasja e Aleksandr Vučić me Vladimir Putinin, këtë nuk na e kishte marrë mendja. Sebeb është bërë furnizimi me armë Ukrainës. Sipas shërbimit sekret rus, dyshohet se Serbia bën pjesë të vendet që dërgon armë në Ukrainë. Mirë po, për këtë ka reaguar ashpër vetë presidenti serb Aleksandr Vučić. Ky i fundit e mohon kategorikisht duke akuzuar homologun Putin se po gënjen në këtë drejtim. Mirë po, nga ana tjetër ai thotë se industria serbe edhe do mbahet tek e fundit, pasi u bë publik raporti i inteligjencës ruse, kreu i shtetit serb, duke u justifikuar premtoi në kohë reale ngritjen e grupit posaçëm
përshtatshëm pune për këtë çështje. Por çfarë deklaron vet Vučić? Disa nga gjërat e deklaruara në raport nuk ishin të vërteta, siç është ajo në lidhje me kontratën e Republikës Çeke, për cilën nuk u dhan leje dhe asnjë nga raketat nuk u dorëzua. Nuk janë dhënë leje për 44.000 raketa me rreze të gjatë veprimi dhe 24.000 raketa me rreze të shkurtër veprimi. Flitet se eksportet e armëve nga Serbia në Ukrainë po kalojnë përmes një vendi afrikan, por Serbia nuk eksporton më armë, vetëm municione. Por ka edhe një gjë tjetër, fabrikat tona duhet jetojnë dhe të punojnë. Ne punsojmë rreth 24.000 njerëz në industrinë e mbrojtjes që varen nga ajo industri. Tani po i drejtojmë armët për furnizuar ushtrinë tonë, thot Vučić, me pak fjalë edhe pse akuzon si gënjeshtar Putinin, indirekt presidenti serb e pranon se në këtë punë ka ajo pak të vërtetë. Në zyrat e zelive diplomatike të aleatëve të NATO-s në Bruksel mbërrim materiale nga Washingtoni, të cilat kanë shkaktuar morrnicat e kancelarit perëndimore, sidomos tek vendet e vogla e të brishta për nga ana e sigurisë, siç bëhet e ditur nga qarqet diplomatike në samitin e liderëve të NATO-s që do të mbahet më 24 dhe 25 qershor në Hag. Presidenti amerikan Donald Trump pritet të shpallë mbylljen e disa bazave amerikane në Europë, si edhe tërheqjen e një numri trupash me justifikimin e uljes së shpenzimeve, por që thellë është qartë azi një reagim politik. Në këtë plan mësohet se është vendosur edhe mbyllja e bazës amerikane në Kosovë, Bondstill, që ndodhet në Ferizaj, bazë e cila është e vetmja totalisht amerikane në Ballkan. Shpallja e tërheqjes publikisht nga njeriu më i fuqishëm i botës sot mund të shkaktojë një shok jo vetëm në Kosovë, por në të gjithë Ballkanin perëndimor, ku shqiptarët do të mërziten dhe serbët do të fërkojnë duart nga që janë përgatitur për këtë ditë duke u armatosur deri në dhëmb. Ka shumë gjasa që shpallja e mbylljes së Bondstill të jetë edhe një karrot politike për Vladimir Putinin, në mënyrë që të joshet për të mbyllur sa më shpejt luftën në Ukrainë. Ndërkaq pritet që Trump të ketë një fjalim shokues në Hag, ku të flasë edhe për tërheqjen e një numri trupash nga Gjermania, Spanja dhe Italia, plane të cilat janë cituar ditët e fundit edhe nga disa media në Washington dhe Rom, por pa dhënë detaje. Si CIA amerikane, ashtu edhe shërbimi sekret i Ukrainës paralajmërojnë se shumë shpejt në Europë do të nisë një luftë e re, ku Rusia do të sulmojë kontinentin e vjetër. Në paralajmërimin e tij të fundit, shefi i CIA-s amerikane dhe generali me përvojë ushtarake David Petraeus paralajmëron se presidenti rus Vladimir Putin do të ndërmarrë një sulm ushtarak ndaj një shtetit NATO-s dhe bëhet fjalë pikërisht për Lituaninë. Ai thotë se Lituania është më e rrezikuara, duke shtuar se Moska mund të ndërmarrë një provokim ndaj saj për të testuar vendosmërinë e perëndimit ose si hap drejt një ofensive më të gjerë. Ne duhet të kishim vepruar më herët dhe më fuqishëm për të ndryshuar dinamikën në fushë betejë dhe për t'i treguar Moskës se kosto e agresionit është e papranueshme, deklaron ai, referuar Ukrainës. Nga ana tjetër, edhe shërbimi sekret i Ukrainës paralajmëron se në harkun e 2 viteve me shumë gjas Rusia do të pushtojë Europën. Shefi i ri i shërbimit të inteligjencës së jashtme të Ukrainës, Olej Ivashchenko, deklaron se planet e Rusisë mbeten të pandryshuara dhe se thjesht po përpiqet të blejë kohë me idenë e bisedimeve për paqe në mënyrë që të marrë veten. Ai thotë se Putin synon të gjitha vendet e ish-bashkimit sovjetik. Numri 1 i inteligjencës së jashtme të Ukrainës deklaron se vendi i tij nuk po lufton përballë Rusisë vetëm për mbijetesën e vet, por edhe për Europën. Sipas tij, nëse hiqen sanksionet, Rusisë do t'i duhen 2 deri në 4 vite për të riarmatosur dhe për të sulmuar direkt Europën. Ai thotë se në këtë drejtim, Ukraina po e ndihmon kontinentin e vjetër duke i dhënë kohë të riarmatoset për një përballje të mundshme me Rusinë. Orët e fundit, Shtëpia e Bardhë është vënë në alarm për shkak të 2 ngjarjeve të rënda. Si fillim është kërcënuar sërish me jetë presidenti amerikan Donald Trump. Këtë herë ka qenë një emigranti i paligjshëm nga Meksika, i cili zotohet se nuk largohet vullnetarisht në vendin e tij, pa vrarë fillimisht presidentin amerikan. Ja çfarë shkruan ai në një letër. Ne jemi të lodhur nga ky president që ngatrohet me ne meksikanët. Ne kemi bërë më shumë për këtë shtet se sa ju njerëzit e bardhë. Ju keni deportuar familjen time dhe mendoj se është koha që Donald Trump të marrë atë që i takon. Unë do të deportohem vetë në Meksik, por jo pa e përdorur armën për të qelluar presidentin tuaj të çmuar në kokë, thuhet në letrën e shkruar prej tij. Kjo nuk është hera e parë që Donald Trump kërcënohet me jetë, madje së fundmi gjatë fushatës presidenciale për zgjedhjet në Shtetet e Bashkuara të Amerikës ai shpëtoi vetëm me plagosje një atentati që mund t'i kishte marrë edhe jetën. Nga ana tjetër, shefes së stafit në Shtëpinë e Bardhë, e ashtu quajtura zonja e akullt, i është hakeruar telefoni. Plani i dashakeqës përfshinte të dhëna të vjedhura nga telefoni personal i shefes së stafit të Shtëpisë së Bardhë, Suzy Wiles, të cilat më pas u përdorën për të telefonuar disa nga njerëzit më të fuqishëm në SBA. Javët e fundit, senatorët të njohur, guvernatorë dhe drejtues të bizneseve amerikane kanë marrë mesazhe zanore ose SMS nga një numër i panjohur që pretendonte të ishte Wiles. Hakerët ranë në kurth kur bën gabimin fatal të bënin pyetje për cilat ndihmësja më e afërt e presidentit duhet kishte dieni. Zonja Akult ka kontaktuar bashkëpunëtorët e saj duke i paralajmëruar që të injorojnë çdo mesazh apo telefonat të çuditshme nga numrat të panjohur që pretendojnë se janë ajo. Autoritetet dyshojnë se imituesi ka përdorur inteligjencën artificiale për të riprodhuar zërin e saj. FBI është duke hetuar situatën e pazakontë, por mediat thonë se nuk besohet që pas kësaj të qëndrojë ndonjë shtet i huaj.
Paralajmërimi i frikshëm i shkencëtarëve se toka mund të hidhet jashtë orbitës nga një yll, aq sa njerëzit mund të ngrihen nga i ftohti deri në vdekje, nuk është as më shumë as më pak se sa një apokalips i vërtet. Shkencëtarët besojnë se kanë gjetur përgjigjen se si një ditë mund të zhduket toka, dhe sipas tyre kjo mund të ndodhë përmes një shkatrimi të tmerrshëm. Një studim i ri i Institutit të Shkencave Planetare dhe Universitetit Bordeaux parashikon se toka mund të hidhet jashtë orbitës nga një yll që kalon pranë nesh. Pa diellin ton atje për të na mbrojtur ngrohtë, kjo do t'i linte të gjitha gjallësat përfshir njerëzit të ngrinin deri në vdekje. Megjithatë, nga ana tjetër, shanset që kjo të ndodhë mbeten tepër të ulta. Gjatë 5 miliard viteve të ardhshme, mundësia që toka të hidhet jashtë orbitës nga një yll që kalon është rreth 1 në 500. Ne gjejmë një shans prej 0.3% që Marsit humbas për shkak të përplasjes ose nxjerrjes nga toka dhe një probabilitet prej 0.2% që toka të përfshihet në një përplasje planetare ose të nxirret nga toka, konkludon ky ekip shkencëtarësh. Ditën e sotme mbyllet procesi i aplikimit për t'u pajisur me bilet për tifozët e kombëtares shqiptare të futbollit, pasi më datë 7 qershor, ekipi ynë përballet me Serbinë në kuadër të eliminatoreve për kampionatin botror të futbollit 2026. Numri i tifozëve kuqezi në stadiumin Air Albania do të jetë pak më shumë se 17.000, ndërsa nuk do të ketë mbështetës të Serbisë pasi këta të fundit janë dënuar për sjelljen e tyre me një ndeshje mungesë në stadium. Për këtë përballje, si fillim, duhet të aplikoni për t'u pajisur me një bilet dhe më pas, sipas Federatës Shqiptare të Futbollit, do të ketë një short automatik për të përzgjedhur fatlumët që do të jenë në stadiumin Air Albania. Mësohet se deri në 4 bileta mund të marrë një përdorës, ndërsa nuk ka të drejtën e rishitjes, pasi në to do të ketë emrin dhe mbiemrin. Nga ana tjetër, ditën e sotme, ekipi serb ka publikuar edhe listën përfundimtare me lojtarët e grumbulluar për përballjen me Shqipërinë atë të 7 qershorit në Tiranë. Nga lista paraprake me 29 emra, trajneri Dragan Stojković ka vendosur të përjashtoj 4 futbollistë: Mirko Topić, Milutin Vidosvajlević, Petar Stanić dhe mesfushorin e Torinos në Serie A Ivan Ilić. 3 parët janë pjesë e klubeve në kampionatin serb, ndërsa mungesa më e spikatur është ajo Ivan Ilić, i cili ka qenë një element i rëndësishëm në mesfushën e Serbisë gjatë viteve të fundit.